Pas denoncimeve të CNA-s për marrëveshjen mes Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Institutit të Ekspertëve Fiskal, QKB ka dhënë një reagim për CNA-n. CNA kërkoi transparencë mbi këtë bashkëpunim dhe sqarime nga institucioni publik nëse përmes tij është favorizuar kompania private Smartfin, e cila po promovohet si ofruese shërbimesh falas për bizneset në fushën e fiskalizimit dhe kontabilitetit. Në reagimin e QKB-s theksohet se bashkëpunimi është në përputhje të plot me ligjin dhe se marrëveshja e bashkëpunimit nuk përbën ndërhyrje të padrejtë në treg dhe nuk cënon konkurrencën, duke ju referuar nenit 5 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Marrëveshja e bashkëpunimit mes QKB-s dhe IEF-s OJF nuk përbën ndërhyrje të padrejtë në treg dhe nuk cënon konkurrencën, pasi siç parashikohet në ligj, marrëveshjet që kontribuojnë në zhvillimin teknologjik dhe ekonomik në favor të konsumatorëve nuk janë të ndaluara. Marrëveshja midis QKB-s dhe Institutit të Ekspertëve Fiskal përmbush këto kushte, pasi synon përmirësimin e raportimit financiar përmes përdorimit të teknologjisë dhe ofrimit të shërbimeve pa pagesë në favor të subjekteve tregtare, thuhet ndër të tjera në përgjigjen e QKB-s për CNA-n. Por ajo që mungon në reagim është çështja thelbësore e denoncuar nga CNA. Pse një kompani private si Smartfin promovohet përmes QKB-s dhe IEF-s. Sipas QKB-s, propozimi për nënshkrimin e memorandumit ka ardhur nga vetë IEF, që ka kërkuar ofrim falas të programit Smartfin për zhvillimin teknologjik dhe ekonomik të bizneseve. Institucioni shton se marrëveshja nuk parashikon asnjë përfitim financiar për QKB-n dhe IEF-n dhe se nuk është detyruese për subjekte tregtare, por përfaqëson vetëm një mundësi vullnetare për të përfituar shërbime falas. Propozimi për nënshkrimin e memorandumit ka ardhur nga Instituti i Ekspertëve Fiskal, i cili ka paraqitur kërkesën për ofrimin falas të programit të automatizuar Smartfin, fiskalizim, kontabilitet dhe auditim që kontribuojnë në zhvillimin teknologjik dhe ekonomik të subjekteve tregtare. Marrëveshja nuk parashikon asnjë përfitim financiar për palët QKB dhe IEF, thuhet në reagim. Ndërkohë, lidhur me pyetjen e CNA-s nëse QKB po mbështet një kompani të caktuar që mund të ndikojë te bizneset e tjera private që janë të licencuara dhe ofrojnë të njëjtat shërbime me pagesë, institucioni shton. Marrëveshja ndërmjet QKB-s dhe IEF-s nuk përmban asnjë dispozitë që parashikon ekskluzivitet apo kufizim të bashkëpunimit me subjekte të tjera që ofrojnë shërbime të ngjashme. Gjithashtu, marrëveshja nuk është detyruese për subjekte tregtare, por përfaqëson vetëm një mundësi për të përfituar shërbime falas në mënyrë vullnetare, thotë QKB-ja. Megjithatë, Qendra Kombëtare e Biznesit shmang çdo përmbajtje direkte të kompanisë Smartfin, edhe pse është pikërisht kjo platformë private që po shpërndahet te bizneset nëpërmjet bashkëpunimit QKB-IEF. Në reagimin zyrtar nuk jepet asnjë sqarim mbi mënyrën e përzgjedhjes së platformës, nëse është kryer ndonjë vlerësim i ndikimit në treg apo nëse janë konsultuar operatorët e tjerë të licencuar të fushës. Në praktik, bashkëpunimi i QKB-s me një aplikacion privat që promovohet me mbështetje nga institucioni publik krijon perceptimin e një shërbimi shtetëror falas, duke vendosur Smartfin në një pozicion të privilegjuar përballë konkurrentëve të tjerë. CNA do të vijojë ta ndjekë këtë çështje, ndërsa në ditët në vijim do të publikojmë audioregjistrime të bisedave mes bizneseve private, IEF-s dhe Smartfin. Në këto biseda zbulohet konfuzioni shkaktuar nga ky bashkëpunim, pasi në to dëgjohen përfaqësues të Smartfin dhe IEF, të cilët japin shpjegime të ndryshme për natyrën e bashkëpunimit me QKB-n dhe periudhën falas të aplikacionit, duke i lënë bizneset në pasiguri se kush qëndron realisht pas këtij shërbimi, shteti apo një kompani private.